Në këtë edicion do të ndiqni. Problemet infrastrukturore në rrugën Patriot Berisha shqetësim për komunitetin, sidomos në kohën e rreshjeve atmosferike. Në rrugën Bujaro, kabimët depërtojnë mbi sipërfaqen e asfaltuar. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Për raundin e dytë të zgjedhjeve që pritet të mbahen më 9 nëntor, nuk do të ketë një proces të ri të regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës. Tashmë në ato komuna që do të mbahen këto zgjedhje, votimi jashtë Kosovës përmes postës do të organizohet vetëm për shtetasit që janë regjistruar nga 23 korriku deri më 29 gusht. Për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që pritet të mbahet me 9 nëntor, nuk do të ketë një proces të ri të regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka thënë se kjo është një çështje rregulluar me rregullorën zgjedhore të KQZ-s për regjistrim dhe votim jashtë Kosovës. Në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komunash, të drejtë vote jashtë Kosovës do ta kenë vetëm votuesit që janë regjistruar me sukses gjatë periudhës së aplikimit për raundin e parë dhe vetëm për komunat ku do të zhvillohet raundi i dytë. Nuk do të hapet një periudhë e re për regjistrimin e votuesve jashtë vendit, pasi do të përdoret e njëjta listë e votuesve e miratuar më herët nga KQZ. Numri i përgjithshëm i shtetasve që janë regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës në raundin e parë është 43.933, nga ky numër do të zbriten votuesit e regjistruar në komunat në të cilat s'do të ketë raund të dytë. Edhe për këtë pjesë, Elezi tha se KQZ do të sigurohet që votuesve të regjistruar jashtë Kosovës t'ua dërgojë përmes postës pakon me flet votim. Ashtu si në raundin e parë, edhe kësaj radhe, KQZ do të sigurohet që shtetasve të Kosovës që tashmë janë regjistruar për të votuar me postë nga jashtë vendit, t'ua dërgojë përmes postës pakon me flet votim. Kjo kosto do të mbulohet nga KQZ, ndërkaq detyra e votuesit është që pakon me flet votim ta dërgojë në ndonjëherë nga kutitë postare që janë hapur në 22 shtete të ndryshme të botës dhe në Kosovë. Sipas KQZ-s, kutitë postare janë funksionale në disa shtete, ndërkohë sipas rezultateve jo përfundimtare, raundi i dytë i zgjedhjeve do të organizohet në 18 komuna, të cilat kanë numër të ndryshëm votuesish jashtë Kosovës të regjistruar për votim përmes postës. Nga komuna Gjakovës, të regjistruar për të votuar nga diaspora janë 3.150 persona. Probleme infrastrukturore krahas shumë rrugëve në qytet kanë edhe banorët e bashkësisë së 9 lokale në Brekoc. Banorët e rrugës Patriot Berisha thonë se situata është prej vitesh e pasanuar dhe gjatë ditëve me të rreshura atmosferike, qarkullimi bëhet edhe më i vështirë. Problemet infrastrukturore janë bërë pjesë e përditshmërisë së banorëve të bashkësisë lokale numër 9 në Brekoc, të cilët prej vitesh përballen me mungesë të infrastrukturës. Gjendja infrastrukturore në rrugën Patriot Berisha bëhet edhe më vështirë në kohën e rreshjeve atmosferike, pasi pjesa dërmuese rrugës mbushet me ujë dhe përpasoj vështirëson edhe qarkullimin, thot Ali Ibrahimi. Shqetësimi i rrugës është rruga e kanë lënë si mbrapa mbetun. Puna e kanalizimit e ujnave të shiut, që këto të shtëpia vështë, po met, që qysh që ushtrua e pjesa nej, kjo është mete pa. Pse ka ndodhur kjo ndërkohë? Po mos marrëveshja e banorëve këtu. Gjatë rreshjeve atmosferike, uji i mbledhur në rrugë shumë shpesh depërton edhe në hapësirat e podrumeve të shtëpive, thot ky banor. Tash sjell të lashe modha. Si rritet ujt, bëhet deri në gung këtu. Vjen s'ka ka më shku dhe cilët edhe kthehet nëpër shtëpia, nëpër podrume, nëpër klosh, se s'ka ka më dal. Kneja kanë bllokuar, kanë qenë manal, kneja kanë ujë. Jo mbet pas i kanalizimit për shembull, me shti edhe i parë ceva. Jam e lidh me ato skon atje, se ajo është shumë e poshtë, po me lidh me qitë që është ky kanalizimi tjetër, me qitë ku derdhat atje në pjesën e pronit.
E kur është fjala për kërkesat për sanim të problemit, Brahimi thot se ato nuk kanë munguar, por nuk janë trajtuar asnjëherë. Kanë bo kërkesa disa, këtu i kanë shkruar disa herë, po pa diha. Është kënë vesh shurë. Banorët kërkojnë zgjidhje më të shpejtë dhe reagim nga institucionet që mos ju vështirësohet jetesa, që është një e drejtë elementare e tyre. Problem tjetër infrastrukturor është shfaqur edhe në rrugën Buja Roka, e asfaltuar shumë pak kohë më parë, aty tashmë ka bimë që kanë depërtuar mbi sipërfaqe të asfaltit. Në rrugën Buja Roka, ku së fundmi është kryer asfaltimi në shiritin e biciklistave, tashmë janë vërejtur dëmtimet e para. Siç shihet edhe në pamjet e kamerës së televizionit, asfalti ka filluar të qahet në disa pjesë, ndërsa në për të ka filluar të dalë edhe bari e bimë të tjera. Disa qytetarë prapa kamerave u shprehen të indinjuar me cilësinë e punimeve, duke kërkuar nga autoritetet që të marrin masa dhe të kërkojnë përgjegjësi nga kompania që ka kryer punimet, pasi ato janë paguar nga taksat e qytetarëve, andaj duhet të dhënë përgjegjësi për këto punime të dobta, të cilat për shumë pak kohë janë dëmtuar. Ata theksojnë se rruga është shtruar vetëm para pak kohe, prandaj shfaqja e dëmtimeve nga tash ngre dyshime mbi cilësinë e realizimit të punimeve. Disa pajisje ndihmëse ortopedike janë dhëruar në Hendikos Gjakova nga Spitali Isa Grezda. Arber Gjara nga Hendikos tha se pajisjet e dorëzuara do të jenë në shërbim të antarëve të shoqatës, me qëllim të përmirësimit të secilit shërbim. Organizata jo qeveritare Hendikos në Gjakov së fundi ka pranuar një donacion nga Spitali Isa Grezda. Arber Gjara, zyrtar në këtë organizat, ka bërë të ditur se si erdhi deri te ky donacion. Na jemi informuar që Spitali Regional Isa Grezda në Gjakov ka pranuar një donacion, një numër të konsiderueshëm pajisjeve, dhe më njëherë koordinatori i terrenit i cili është i angazhuar në kuadër të organizatës tonë ka kërkuar takim me drejtorin e spitalit, i cili ka njoftuar që më njëherë pas të furnizimit të gjitha raporteve me pajisjet e nevojshme, pjesën e pajisjeve të mbetura do t'i sjellë si donacion në organizatën tonë. Gjara theksoi se më njëherë pas pranimit të pajisjeve, është bërë shpërndarje atyre, pasi lista e pritjes ka qenë shumë e gjatë. Unë shfrytëzoj ndihmën e juaj për mi falendëruar drejtorin e spitalit, doktorin Hilmi Shala. Na vetëm kemi filluar me shpërndamin e këtyre pajisjeve, pasi që për një periudhë shumë të gjatë kemi pas mungesë të pajisjeve dhe lista e pritjes ka qenë goxha e lartë, kështu që më njëherë kemi filluar vetëm edhe me pajisjen e personave të cilët janë në nevojë. Numri më i madh i pajisjeve që kanë pranuar janë karroca për fëmijë, bëri të ditur Gjara. Vlen të theksohet që pavarësisht numrit konsiderueshëm të pajisjeve, po fatkeqësisht numri më i madh i këtyre pajisjeve janë karroca për fëmijë, ndërsa kërkesat e ne janë të gjitha moshave, megjithatë besoj që kanë më qenë mjaft produktive qoftë për fëmijë, po ashtu edhe për pajisje tjera të cilat mund të shfrytëzohen prej personave të rritur. Hendikos është vetmi organizatë jo qeveritare që pos personave me aftësi të kufizuar, pajisin edhe të gjithë personat e tjerë në nevojë me mjete të ndryshme ndihmëse. Në Kosovë ka nisur vaksinimi nga ajri i kafshëve të egra kundër sëmundjeve të tërbimit. Kjo fushat ka filluar nga dita e djeshme dhe sipas Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, rekomandohet qytetarët që të bëjnë kujdes në rast se hasin në vaksina të hedhura nga ajri. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka filluar fushatën vjeshtore të vaksinimit nga ajri kundër sëmundjes së tërbimit të kafshëve të egra. Drejtori i Shëndetit dhe Mirëqenies së Kafshëve në AOV, Sadik Heta, ka bërë të ditur se kjo është një fushatë që zhvillohet për të dytin vit me radhë. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka filluar fushatën vjeshtore të vaksinimit të kafshëve të egra, domethënë nga ajri, me karrem vaksina. Pra është një fushatë që synon parandalimin e ardhjes apo shpërndarjes së sëmundjes së tërbimit në Kosovë. Marë parasysh që kjo sëmundje është një sëmundje zoonotike dhe shumë e rrezikshme edhe për njerëzit, ne si agjencion, në koordinim edhe me vendet e rajonit të Bashkimit Evropian,
Pra është viti i dytë që këtë fushat e zhvillojmë me buxhetin e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë, pra me buxhetin e Kosovës. Ai shtoi se përpara fillimit të shpërndarjes së vaksinave, AUV ka zhvilluar edhe një fushat informuese për qytetarët. Ne edhe në fushatën tonë, para fillimit të shpërndarjes së vaksinave, fushatën informuese, ne kemi rekomanduar të gjithë qytetarët që posa të hasin në këto vaksina, mos t'i marrin, po t'i anashkalojnë, pra t'i vendosin në vende më të sigurta, pa të kenë kujdes. Nuk janë vaksina të rrezikshme, mirë po thjesht janë vaksina që posa të bien në dorë apo të konsumohet nga fëmijët apo edhe nga ndonjë kafshë tjetër mund të shkaktojnë probleme shëndetësore. Pra, të gjithë qytetarët që hasin në këtë lloj vaksina, t'i shmangin ato, t'i largojnë nga rruga apo edhe t'i vendosin në vende të sigurta dhe të veçanta. Fushata po zhvillohet në bashkëpunim me vendet të rajonit dhe Bashkimit Evropian, në kuadër të përpjekjeve të përbashkëta për kontrollin dhe parandalimin e tërbimit në nivel rajonal. Përfitimet e natit në shëndetin e njeriut janë të shumta. Trajneri i natit Ymer Lota thotë se kushtet për të zhvilluar natin në Gjakov janë shumë të dobta dhe në mungesë të kushteve shpesh duhet të zgjedhin pejen për të ushtruar disiplinën e natit. Klubi Natit vllaznimi në sezonin e dimrit nuk po ka se ku ta zhvillojë aktivitetin e natit. Kjo si pasojë mungesës së një pishinë të mbyllur. Trajneri i klubit të Natit të vllaznimi Ymer Lota tregon se ky është viti i 5 që fëmijët e klubit udhtojnë në pej për të mbajtur trajnimet. Veras janë kushtet më të mira, për shkak se kem mundësi, kem kohë, hapësirë, pishinat hapën, dimrit ka problem. Qyteti nuk ka pishinë të mbyllur, janë 2 përse ne për duhet viti 5, për duhet mëllëtu bajt 5. Fal mirëkuptimit të prindërve dhe sponsorëve, udhtimi nuk po është një problem i pasgjidhur, shtoi Lota. Udhtimi vetë merr kohë, jo edhe një orë gjysmë aty, 4 orë, 5 orë i hupim. E për fëmijën tash pak është orar i gjatë. Tash pak kohën, vera s'ka ma tepër, tash ma pak, po fatmirësisht për prindërve të fëmijëve edhe sponsorëve që ne hekin shpenzimet e rrugës e problem se edhe e ka i kosto. Sipas Lotës, qyteti ka nevojë për një pishinë të mbyllur, qoftë për zhvillimin e trajnimeve të natit, por edhe për personat që kanë probleme me shëndetin dhe e kanë të nevojshme rehabilitimin. Pashtriki e ka mbolu. Nërtili është, nuk është aktiv, nuk kem shtatënor, për komunën, për i budget që e kanë, nuk ka kur gjohish mi boj pishinë gjysmë olimpikit, dhe qani ato bo. Nuk ka kostot madhe, për ty për mua shumë, për komunën nuk ka shumë. Qyteti ka nevoj për ta. Nuk ka vesh për çështje e klubit, po dhe për shëndet, ka njerëz që jenë me probleme. Po, ka nevoj për pishinë. Ndër të tjera, trajneri Lota thë se interesimi më i madh i fëmijëve mbetet gjatë verës, por që edhe dimrit ky sport mbetet aktiv. Kujtojmë se 23 tetori shënon ditën botërore të natit si një mundësi për të treguar rëndësinë e këtij sporti dhe inkurajimin për të marrë gjithë secili me të. Handballistët e vllaznimit mbrëm edhe pse me rezultat shumë të ngushtë, ja dolën të rëmbejnë fitoren me rezultat 39-38 kundër handballistëve të Prishtinës. Handballistët e vllaznimit mbrëm në cilësinë e Niko Qirit ja dolën të triumfojnë në ndeshje ndaj handballistëve të Prishtinës me rezultat 39-38. E gjithë loja është shoqëruar me emocione deri në fund për shkak të situatave që krijoheshin nga lojtarët e të dy ekipeve. Ky sukses i handballistëve gjakovar vjen si një dëshmi e përkushtimit dhe vendosmërisë e ekipit duke vazhduar serinë pozitive të rezultateve në Superligën e Kosovës në handball. Para fitores në palestrën Shaninushi është zhvilluar edhe ndeshja kadetëve, ku edhe këtu kadetët e vllaznimit shënuan fitore bindëse me rezultat 33-17. Ndërkohë, menaxherët e klubit vazhdimisht apelojnë që të përkrahet klubi, kjo pasi handballistët e vllaznimit kanë nevojë për përkrahje të vazhdueshme, me qëllim që të ketë pozicionim sa më të mirë në tabelë.
Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranët e me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 15 deri në 22 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizin nga 7 deri në 20 gradë Celsius, karakterizuar nga moti ngjashëm. Edhe shtuna do të karakterizohet nga moti vranët e me diell, me temperatura që do variojnë nga 12 deri në 19 gradë Celsius. Të dielën pritet të mbajë moti vranët e kopa skoa dhe merreshi shiu, me temperatura që do lëvizin nga 13 deri në 17 gradë Celsius. Mot merreshi shiu dhe vranësira do ta karakterizojë edhe të hënën, me temperatura që do variojnë nga 6 deri në 16 gradë Celsius. Edhe të martën pritet të mbizotrojë moti vranët e merreshi shiu, me temperaturë minimale 4 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 14 gradë Celsius. 4 deri në 17 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së mërkurës, karakterizuar nga moti vranët e me diell. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Problemet infrastrukturore në rrugën Patriot Berisha shqetësim për komunitetin, sidomos në kohën e rreshjeve atmosferike. Në rrugën Bujaroka, bimët tepërtojnë mbi sipërfaqen e asfaltuar. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.